Të ndëruar zotërinj, musafir të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë tubim festiv. Verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen an unserem festlichen Treffen. Programin e sotëm do ta udhëheqin në gjuhën gjermane zonja Dashurie Ismaili. Albanisch wird Herr Hasan Spahio durchführen. Ju falenderoj për ardhmën e juaj në këtë tubim. Prezenca juaj I ashton madhështinë të tubimit. Njëherët shënon një dimension të ri historik për shqiptarët në Zvicër. Sot e kemi një festë të përbashkët shqiptarët zvicrane. Jemi bashkë me popullin zvicran. Gjithsesi me një partimike e cila çdo herë, e sidomos në kohën e luftës dhe egzodit kosovar, ishte me ne dhe pranë neve. Ishte dje dhe është sot, edhe sot për krah neve. Kjo është Partia Kristian Popullore CVP. Me një duhet rokitje përshëndesim prezencën e CVP-s. Faleminderit shumë. Faleminderit. Herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit in diesem Treffen. Ihre Anwesenheit hat auch eine neue Dimension für die albanische Diaspora in der Schweiz. Heute haben wir ein gemeinsames Fest, ein albanisches-schweizerisches Fest. Wir sind zusammen mit der Schweizer Volk, beziehungsweise mit einer Partei, die uns stets unterstützt hat, besonders in schwierigen Zeiten während des Krieges in Kosovo. Sie war gestern mit uns und ist heute mit uns. Das ist die Christliche Volkspartei CVP. Wir begrüßen die Anwesenheit von CVP ganz herzlich. Vielen, vielen Dank.
CVP është e hapur për të gjithë. Dhe pikë synim e ka integrimin sa më të mirë të sekondo generacion dhe gjeneratës më të vjetër. Është për një përfaqësim interkulturor me të gjitha shtresat. CVP në shtyllat programore ka mbështetjen e familjes, si qelisë e shenjtë e shtetit. Prandaj, ne jemi sot këtu. Jemi këtu që të mobilizojmë çdo individ, çdo familje, që me 18 tetor 2015 ta votojmë CVP dhe kandidatët tonë. Sot partia CVP i ka hap dyert për ne dhe na ka dhënë shansin që edhe ne shqiptarët me përkatësi zvicrane të kemi të drejtë të i kandidojmë dhe votojmë përfaqësuesit tanë në Parlamentin Zvicran që mbahen me 18 tetor 2015. Pra, faleminderit Zvicër, faleminderit CVP. CVP ist offen für alle. Ihr Ziel ist auch die bessere Integration der Sekundos und auch die ältere Generation. Sie strebt nach einer gerechten Vertretung aller Schichten. Die CVP hat in ihrem Programm die Unterstützung der Familien als zentrales Element des Staates. Deswegen sind wir heute hier. Wir sind hier, um alle Leute zu mobilisieren, alle Familien, um am 18. Oktober 2015 die CVP und unsere Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen. Die CVP hat die Türen für uns geöffnet, hat uns Schweizer Bürgern mit albanischer Abstammung die Möglichkeit gegeben, als Vertreterinnen und Vertreter für das Schweizerische Parlament am 18. Oktober 2015 zu kandidieren. Vielen Dank an CVP. Përshëndesim musafirët, përshëndesim zonjën Nikol Barandun, presidente e CVP-s për kantonin e Zürichut. Wir begrüßen alle Gäste. Wir begrüßen Frau Nikol Barandun, Präsidentin CVP Kanton Zürich. Zotëriun Filip Kutër, kryetari i fraksionit të Këshillit Kantonal të Zürichut për CVP. Herr Philipp Kutter, Präsident Kantonsratsfraktion CVP. Zotëriun Lucius Dyr, shefi i shtabit zgjedhor për kantonin e Zürichut. Herr Lucius Dyr, Wahlkampfchef CVP Kanton Zürich. Zotëriun Adrian Moser, kryetari të rinjve të Jung CVP-s për kantonin e Zürichut. CVP Kanton Zürich. Zotëriun Charles Schneider, nën kryetar për të rinjtë të CVP-s për kantonin e Zürichut, njëherë dhe uhes menaxhues për qytetin e Zürichut. Herr Charles Schneider, Vizepräsident Jung CVP, Geschäftsführer CVP Stadt Zürich. Njëherë përshëndesim konsulin e Republikës së Kosovës, zotëri Islam Spahiu. Konsul von der Republik Kosovo, Herr Islam Spahiu. Përshëndesim edhe kryetarin e degës së LDK-s për Zvicër, zotëri Haki Latifin me kryesim me anëtarë tjerë. Wir begrüßen den Präsidenten der LDK, Haki Latifi. Përshëndesim zotëri Gjok Palokën, kryetar i PSHDK-s për Zvicër dhe për Europë. Falenderojmë sektorin për kulturë të LDK-s dhe partinë PSHDK për një organizim të këtillë. Wir danken dem Sektor für Kultur der LDK und der PSHDK für diese Organisation. Për hir të këtij tubimi, edhe ne jemi përkujdesur që për miqtë tanë dhe për ju të sjellim një grim tradit nga trojet tona dhe të ham një darkë së bashku. Pra do të festojmë darkën e Lamës.
Faleminderit të gjithë atyre që kanë ardhur me specialitetin nga kuzhina shqiptare dhe Zoti ushtoft bereqetin. Zu Ehren dieser Veranstaltung haben wir dafür gesorgt, dass unsere Gäste ein bisschen das Dalkai Lammes feiern. Vielen Dank an alle, die albanische Spezialitäten gebracht haben. Möge Gott allen noch mehr geben. Për një argëtim sa më të mirë, e kemi këtu orkestrën dhe solistët e restorantit Gladhof, si dhe ansamblin e vallëve Vatra nga Byllahu. Fjalët e urta të Nën Terezës do të thonë nxënësit e shkollës shqipe nga Byllahu. Für einen unterhaltsamen Abend haben wir das Ensemble und Sänger des Restaurants Gladhof sowie die Tanzgruppe Vatra aus Bülach engagiert. Sprichwörter von Mutter Teresa werden albanisch sprechende Schülerinnen und Schüler vortragen. CVP është parti e djathtë, është në mesin e partive popullore europiane. Por, kush është? Cila është CVP? Me një fjalë rasti do të na tregoj zonja Nikol Barandun, kryetare e CVP-s për kantonin e Zürichut. Die CVP ist eine Rechtspartei. Sie ist Mitglied der Europäischen Volkspartei. Aber wer ist die CVP? Wir geben das Wort an Frau Nikol Barandun, Präsidentin CVP für Kanton Zürich. Ja, liebe Anwesende, es ist mir eine ganz große Freude, heute hier zu sein. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin überwältigt von so vielen Leuten, die heute gekommen sind und so vielen freundlichen Begrüßungen. Das ist man sich manchmal als Politikerin nicht gewohnt. Ein besonderer Dank gebührt natürlich auch von meiner Seite all denjenigen, diesen Anlass organisiert haben und die uns von der CVP hier die Gelegenheit geben, für uns, für unsere Partei ein bisschen Werbung zu machen, auch darüber hinaus noch ein bisschen mehr als ihre eigenen Kandidatinnen und Kandidaten das vielleicht können. Politisches Engagement kann man nicht hoch genug einschätzen. Wer etwas bewegen, etwas verändern will, der sollte sich politisch interessieren und im besten Fall politisch engagieren. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, ob Sie Ihre Gemeinde in der Schulpflege mitmachen oder für den Gemeinderat kandidieren oder für den Nationalrat. Auf allen Ebenen kann man etwas bewegen. Integration beginnt wohl mit dem Erlernen der Sprache, aber der letzte Schritt, und viele von Ihnen machen den gerade jetzt, ist das politische Engagement und das Teilnehmen am Entscheidungsprozess, sei es als Wähler oder als Gewählte oder als Gewählter. Sobald man die schweizerische Staatsbürgerschaft hat, darf man, soll man, ja muss man teilnehmen an diesen politischen Entscheidungen. Und man muss dabei nicht seine Herkunft verleugnen. Ich denke, das ist die Stärke der Schweiz, dass wir wohl alle oder die wenigsten ja nur Schweizer Hintergrund haben. Die meisten haben Eltern, Großeltern, die irgendwo aus Europa oder sogar noch von weiter her kommen. Und diese Erfahrungen im Leben, dass es auch noch anderes gibt, das ist ganz wichtig, in der CVP zumindest. Es freut mich deshalb ganz besonders, dass wir auf der Hauptliste, aber auch auf der Liste der CVP 60 Plus und Jung-CVP Kandidierende haben, die einen kosovarischen Hintergrund haben und sich nun politisch wirklich in Szene setzen wollen. Dieser Einsatz hat Ausstrahlung, ich denke, das sieht man heute hier ganz deutlich. Dieses Zusammengehen hat begonnen mit Gesprächen auf Bundesebene, hat sich in vielen Kantonen fortgesetzt, auch hier in Zürich. Und es hat sich in persönlichen Begegnungen sehr schnell gezeigt, dass wir eben sehr vieles teilen und dass es nicht zufällig ist, dass diese Leute heute auf der CVP-Liste kandidieren. Wir alle wollen eine konstruktive, lösungsorientierte Politik,
die den politischen Gegner nicht diffamiert, sondern auf friedlichem Weg und mit Argumenten umstimmt. Die Geschichte ihres Heimatlands hat sie gelehrt, dass eine vereinigende Politik, die auch Minderheiten berücksichtigt, wichtig ist. Und das entspricht der Politik der CVP vollumfänglich. Ganz wichtig ist und gemeinsam ist uns auch der Respekt vor der kleinsten Zelle unserer Gesellschaft, der Familie. In der Familie wird vorgelebt, was auch im Staat selbstverständlich sein sollte. Eigenverantwortung, aber auch gegenseitige Unterstützung, Solidarität, Respekt vor anderen, Hilfe für Schwache, seien es Kinder oder Alte. Allen mit Respekt begegnen, auch den politischen Gegnern. Das ist für uns selbstverständlich. Respekt, Hilfe und Nachsicht gebührt nicht nur dem Nachbarn, sondern auch ganz besonders dem Schwachen. Wer sich nicht selber helfen kann, dem muss man wieder auf die Beine helfen. Das gilt ganz besonders für Menschen auf der Flucht. Auch wenn wir hier in Europa und auch die Schweiz, wir gehören in dieser Hinsicht sehr wohl dazu, vor einer sehr großen Herausforderung stehen, sind wir verpflichtet, denjenigen Menschen zu helfen, die um ihr Leben rennen. Und ich denke, es wäre vielleicht angebracht, dass wir uns manchmal etwas deutlicher äußern. Auch das teilen wir in der CVP. Wir und Sie auch. Wir richten unseren inneren Kompass nicht nach der größtmöglichen Aufmerksamkeit aus, sondern nach den Werten, die wir vertreten. Und solche Werte kann man eben auch teilen, ohne dass man dieselbe Religion teilt. Gerade weil es einfacher ist, Standpunkte am rechten und am linken Rand der Politik zu vertreten, ist es für uns alle enorm wichtig, einen engagierten Wahlkampf zu führen und unsere Ideen weiterzutragen. Ich muss sagen, ich bin total begeistert über die Präsenz Ihrer Kandidatinnen und Kandidaten. Wer einen Blick auf Facebook wirft, sieht, dass nicht nur in Zürich, sondern in allen Kantonen oder zumindest in ganz vielen Kantonen sehr viel Arbeit geleistet wird. Das ist äußerst wertvoll und ich danke Ihnen im Namen der CVP-Parteileitung wirklich sehr dafür. Manche Parteien, die schaffen für Secondos oder Secondas eigene Listen. Wir sind sehr stolz darauf, dass Ihre Vertreter auf unserer Hauptliste sind. Das ist eben echte Integration. Und ich freue mich darauf, dass wir hoffentlich alle am 18. Oktober 2015 ein gutes Ergebnis erzielen, der CVP, aller unserer Kandidaten und natürlich ganz besonders auch Ihrer Kandidatinnen und Kandidaten, die heute hier sind. Und wer weiß, vielleicht werden wir mit Barbara Schmid-Federer auch eine Vertretung im Ständerat haben. Ich möchte mich am Schluss nochmals sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie diesen Anlass organisiert haben und uns die Gelegenheit geben, Ihnen eben auch einmal Danke zu sagen für das, was Sie tun. Und ich denke, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist wirklich das Zeichen, dass Sie, woher Sie auch kommen, hier angekommen sind und Ihr Leben hier gestalten und eben auch mitgestalten. Und das ist nicht nur wichtig, das ist eigentlich selbstverständlich. Und am Anfang haben die beiden netten Personen auf der Bühne gesagt, die CVP hat uns die Tür geöffnet. Das ist nicht eine Einbahnstraße, es ist gegenseitig. Ich denke, es ist für uns auch ganz wichtig, dass wir Ihre Anliegen kennen und dass dieser Austausch auch über die Wahlen hinaus tatsächlich stattfindet. Und so werden wir ganz sicher beide zusammen weiterkommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke Ihnen, dass wir heute da sind. Programin do të vazhdojmë me një pikë muzikore të kënduar nga këngëtari i minjohër Remzi Leka me këngën Vallja e Rrugovës.
buqe me kufit Kosove, te molle buqe me kufit Kosove. Kosove Shqipnia, te molle buqe, Kosove Shqipnia. Hajde ta vazhojna, ova dhe me shotës, se dhe Presheva është drejt e Kosove, edhe Bujanoci është drejt e Kosove. Bandit. Höchste Kraft vorgeschlagen worden, zu präsentieren, damit Sie sie näher kennenlernen können und auch am 18. Oktober 2015 wählen zu können. Ftoj në skemë kryetarin e nëndegës së LDK-s, zotrin Luzim Maliqi, kandidat për zgjedhjet nacionale nga lista 7 me numër dorë 29. Urhonullu. Ich lade den Präsidenten der LDK-Sektion Zürich, Herr Luzim Maliqi, Kandidat für den Nationalrat der Liste 7 mit der Nummer 29, das Wort zu ergreifen. Zonja dhe zotri, sot antarësia e LDK-s qëndron besnikrisht rrugës së presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova dhe kur nuk do të largohet nga ajo. Ai ishte i pari që i tregoi botës së vërtetën për shqiptarët dhe Kosovën. Për jetë atij do të mbetemi besnik dhe mirënjohës dhe do ta falenderojmë me tërë qenie dhe mendjen tonë. Sot më dalë para jush për t'ju thënë se nëse më përkrani mua në zgjedhje, unë do të mundëm të jemi padyshim zëri juaj më i fuqishëm në Parlamentin Zvicran. Nëse zgjidhem unë me votën tuaj, do të përpiqem që të zgjidhni problemet e qytetarëve të jetës së përditshme, si shkollimi i fëmijëve, integrimi jonë në shtetin Zvicran. Ne shqiptarët duke jetuar së bashku me dekada me zvicranët, kemi mësuar shumë nga njëri tjetri. Sot, në shtetin e Zvicrës, vazhdojmë të punojmë me të ndërtuesit e fuqishëm të demokracisë dhe të lirisë. Kur ne bisedojmë me ata,
ata e dëgjojnë zorin e popullit tonë. Sot, zviceranët janë derë miqt më të mirë të shqiptarëve. Prandaj të punojmë edhe më shumë në të ardhmen, ashtu që kudo që të punojmë, secili nga ne të sjell mesazhe të reja pozitive në të mirë të kauzës sonë. Nëse zgjidhem unë deputet, unë do të përpiqem që të mos na zhvlerësojnë kur gjërat e shenjta, gjua, kultura dhe historia. Se nuk humb çdo gjë, e mësova edhe përmes figurës së shenjestrës shqiptare Nënës Terezë. Ajo na këshilloi, dëshpërimi është shpresë. Prandaj, unë së bashku me ju do ta ngriti lart dinjitetin e popullit tonë në Parlamentin Zvicran. Faleminderit. Tani, ftojmë në skenë zonjën Shqipe Bajrami, kandidatën nga lista 7, me numër rëndor 30, për ndryshe është bashkëpunëtore shkencore në shkollën e lartë pedagogjike të Zürichut. Urdhoni zonja Shqipe. Lade Frau Shqipe Bajrami ein, Kandidatin für National. Sehr geehrter, po filloj në një shqip, po bëj prezentimin tim në gjuhën gjermane që të na kuptojnë edhe të pranishmit, dhe tani do kaloj shkurt në gjuhën shqipe. Zuerst beginne ich auf Deutsch meine Präsentation und dann zusammengefasst auf Albanisch für die Anwesenden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen mich kurz vorzustellen. Wer ist Shqipe Bajrami? Groß. Ich wohne in Zürich und komme ursprünglich aus dem Kosovo. Ich bin verheiratet und habe eine kleine Tochter. Ich habe an der Uni Zürich Germanistik, Völkerrecht und Politik abgeschlossen. Warum kandidiere ich und warum bei der CVP? Die CVP ist eine Familienpolitik, Familienpartei. Sie setzt sich ein für Bildung und Integration, Themen, die mir am Herzen liegen. Wieso soll man mich wählen? Ich setze mich ein für die Vereinbarkeit von Familien und Beruf, für die Bildung und für die Integration. Bildung, meine Damen und Herren, vor allem die Universität Zürich hat mir die Türen geöffnet. So ist es mir gelungen, einen einfachen Einstieg ins Berufsleben zu finden, Freunde zu finden und mein soziales Leben zu erweitern und zu erleichtern. Ich setze mich dafür ein, dass diese Chance, dass diese wunderbare Chance der anderen auch gegeben wird. Hier meine ich die zweite Generation oder dritte Generation, die Jugendlichen. Ich setze mich ein für eine Chancengleichheit, für eine Förderung der Nicht-Muttersprachigen, also der Schüler, die nicht muttersprachig sind, und diese verdienen diese Chance. Hiermit bringe ich auch gerne meine persönliche Kompetenz mit, denn in diesem Bereich habe ich seit langem gearbeitet oder in diesem Bereich bin ich seit länger tätig. Damit bin ich auch zu meinem zweiten Thema Integration. Integration, meine Damen und Herren, betrifft nicht nur die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, sondern die nachgezogenen Familienmitglieder, Frauen, die zurzeit keine Arbeit haben und in diesem Fall auch keine Chance haben, Fuß zu fassen und sich schneller zu integrieren. Diese Schwierigkeiten haben auch die Älteren und die anderen Kategorien. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, ich war jahrelang tätig als Familien- und Jugendbeauftragte und als Sprach- und Kulturvermittlerin, und dort habe ich die Schwierigkeitsintegration aus der Praxis, die ich selber auch erlebe. Wohnraum für Familien, kinderfreundliche Innenstädte und angepasste Betreuungsangebote sind Dinge, für die ich mich einbringen möchte. Warum soll man wählen gehen?
Das ist jetzt gerade der Fokus auf die Stimmberechtigten mit dem albanischen Hintergrund. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, meine Damen und Herren. Wir sollten selber mitbestimmen, wie das Leben hier sein soll. Es ist sehr wichtig zu wählen. Es ist auch sehr wichtig, an diesen politischen Verpflichtungen und politischen Entscheidungen dabei zu sein. Es ist auch ein Privileg und das sollten wir auch als Pflicht verstehen. Mein Motto ist: Die Schweiz ist ein Mosaik von unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Dieser Mosaik, meine Damen und Herren, sind wir selbst. Wählen Sie, bestimmen Sie. Gemeinsam erreichen wir die Ziele und gemeinsam machen wir uns stark. Tani të kthejmë në gjuhën shqipe për ata që nuk e kuptojnë gjermanishten, mi po do të bëjmë një përmbajtje shumë të shkurtër. Unë jam zonja Shqipe Bajrami Gros, jetoj në Zyrich, kam një gocë të vogël dhe jam një kohësisht bashkëpunëtore shkencore në shkollën e lartë pedagogjike në fushën e arsimit. Vi me origjinë nga Kosova, nga Prekazi i Drenicës. Pse kandidoj në CFOP dhe pse kandidoj pikërisht? Arsyeja pse kandidoj në CFOP është sepse CFOP është një parti e cila ka praktikat e avancuara, siç është politika familjare, shkollimi dhe arsimimi, si dhe integrimi. E këtu çështje janë të rëndësishme jo vetëm për mua personalisht, por për të gjithë qytetarët e vendit ku jemi duke jetuar. Pse ta zgjidhni Shqipën? Pse ta votoni Shqip? Unë do të angazhohem në temat siç i ceka pak më lart, pra temat politika familjare, gërshëtimin në mes të kulturës, në mes të jetës familjare dhe profesionale, arsimimi dhe integrimi. Shkollimi e posaçërisht barimin e universitet mi hapi dyert dhe ma lehtësoj situatën të integrohem pak më shpejt. Do më thënë, me ofroj mundësin që të kyqem më shpejt në jetën në botën e punës. Të nderuar zonja dhe zotri, një shans të tillë dua ta kenë edhe gjenerata jo në ri, të rinjët tanë, fëmijët tanë, përket ju betohen që tani që po u zgjedhan, do të angazhohem me maksimumin tim që do të kem. Do të angazhohem edhe për një barabarësi, që gjithë të jenë të barabartë, që fëmijët që nuk e kanë gjermanishtin gjuhë të nënës, të kenë një përkrahje më të madhe dhe një përkrahje që do t'ju ofrohet sipas nevojave që i kanë ata. Me këtë dua të them që unë kam dëshirë, pasi që shumë vite punoj në këtë drejtim, të ofroj edhe kompetencën time personale. Një temë tjetër tashmë vetëm që kam kaluar, në të është edhe tema e integrimit. Si ndërmjetësuese gjuhës dhe kulturës, po si edhe e deleguar për çështjet e familjes dhe të fëmijëve, aty pata rastin, pata mundësinë ta përjetoj me afërt vështirësinë e integrimit. Integrimi nuk nënkupton vetëm gjeneratat e reja, fëmijëve të rinj. Integrimi nënkupton edhe të posaardhët të familjes që kanë ardhur dhe i bashkantitur familjeve të tyre, të moshuarit, gratë të cilat kanë ardhur dhe fatkeqësisht nuk kanë gjetur punë dhe kanë vështirësi të kyçen në jetën në përditshmëri. Për këtë kam dëshirë që të bëhet më shumë, të krijojmë projekte apo programe që këta njerëz të integrohen në këtë mënyrë. Tashmë po kaloj në temën time të tretë, cila është edhe gërshëtimi i jetës profesionale me atë familjare. Edhe kjo është një temë të cilën po e përjetoj nga afër, pasi që kam një fëmijë të vogël. Politika familjare, shoqërimi i fëmijëve të vegjël në qerdhe është një temë shumë e rëndësishme për shoqërinë shqiptare, sepse ne kemi shumë të rinj që kanë fëmijë. Një gjë që e përshëndes shumë
Mirë po, e vështërson kohën, e vështërson mundësinë dhe jetën deri në atë mas, sa që femrat tona ndoshta janë të detyruar për hir të familjes ta praktisin punën apo të kenë edhe sakrificat e tjera. Edhe për një gjë të tillë, pra unë do të angazhohem dhe po u zgjodha do të punoj edhe në këtë temë politike apo në këtë pikë politike me maksimumin tim. Pse duhet të votohet patjetër? Ashtë e vetë kuptueshme, sepse edhe ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, edhe ne jemi pjesë e këtij vendit, që mund ta quajmë që është edhe një vend i mrekullueshëm. Është një kënaqësi e veçantë të marrësh pjesë në zgjedhje. Atëherë, marrja pjesë në votimin ka të bëjë edhe tregon edhe integrimin e duhur dhe unë do t'ju kisha lutur që jo vetëm ne të jemi zviceran apo shtetas zviceran me një pasaport të kuqe i cila do të shërbente për udhëtime. Ju, shoqëri e dashur, ejani, votoni dhe bëhuni edhe ju pjesë apo obligim i kushtetutës dhe për një zgjedhje më të mirë për gjithë shoqërinë tonë. Pra, mund të them edhe njëherë se është një privilegj të marrësh pjesë në vendime politike. Njëherë të nënkuptohet se është edhe një obligim qytetruar dhe të civilizues. Motoja ime është Zvicra, është një mozaik. Ai mozaik jemi ne vetë. Atëherë, votohuni. Behuni pjesë e vendimeve politike, se bashku do t'i arrijmë qëllimet dhe se bashku do të jemi në rekord. Ju falenderoj. Po, do t'i votojmë, do t'i prekrahim Lulin, Shqipën, por do t'i prekrahim edhe Kushtrin Pecin dhe Anina Martinin, po ashtu kandidate të Jung CVP's lista 25. Natürlich werden wir Nursin Malici, auch Shqipe Bayrami, Kushtri Peci, Anina Martini, Jung CVP, Liste 25 unterstützen. Tani e kanë radhën nxënësit e shkollës Shqipe nga Byllahu, por nuk në ardhë të gjithë ashtu si që kemi bërë plan, që do të thonë ca fjalë të urta të nënës Terezë. Jetzt werden die Schülerinnen und Schüler der HSK-Unterrichts in albanischer Sprache einige Sprichwörter von der Mutter Teresa vortragen. Jeta ist dashuri, shioje, das Leben ist Kampf, akzeptiere ihn. Jeta është mundësi, Jeta është e çmueshme, kujdesu. Das Leben ist kostbar, geh sorgfältig damit Jeta është tragedi, përballoje, das Leben ist Tragödie, ringe mit ihr. Jeta është Aventur, rezikoje, das Leben ist ein Abenteuer, wage es. Jeta më shëfsi, zbuloje. Das Leben ist ein Versprechen, erfülle es. Jeta është jetë, mbroje. Das Leben ist das Leben, verteidige es. Das Leben ist ein Rätsel, durchdringe es. Tani, grupi i fëmijëve të ansamblit Vatra e ka një mozaik me valle, pastaj do të fillojnë edhe të rriturit, grupi i të rriturve, tani presim pra grupin Vatra që të jenë në skenën. Faleminderit. Es folgt ein Tanz von Ensemble Vatra.
Ne sot ndëgjum ata në politike, ndëgjum ato fjalë të inkurajuese të kandidatëve tonë. Na shohim që njerëz kanë ardhur dhe po dojnë me ndëgju, mirë po në fund, nëse na këto nuk dim si duhet me i përdor atëherë, këtë mundi na shkon poshtë. Për atë arsye, unë e kam zotin Charles Schneider këto afër meje, që na ta demonstrojmë se si duhet votohet dhe këto flet votime mos të jenë me gabime, se çdo flet votim që është me gabim është i pavlefshëm. Për atë arsye, këtë punë që na e bojmë, këtë fushata që kryhet në fund, rezultati është vetëm ky. Domthonë vetëm njihen vota. Kështu që pasi që na kemi ardhur këtu, atëherë i lutna edhe nëse dikush e din, ne të kenë durim, ata që se din, ne të mundohen që ta kuptojnë se tamam se si duhet vepruar. Kështu pra. Çdo kush se grundstück. Domthonë kush do shtaj që do më shumë dhe që rënë me ty. Sot e sot, ne jemi bashkë me këta. Mirdita. Unë e thashtë të na, diçka do shumë mësu sot shqip. Nëse do të vojmë bashkë pa tjetër, vëshe, tregoj. Në mos. Mirdita. Kështu. Neve, do më honën, na vjen që kjo kuvert, kemi kujdes, kuverta për mbrapa e ka një vend ku shkoqet, mirë po kjo nuk e zonë mu qitë poshtë. Kështu që me këtë kuvert na prapë do të dërgojmë votën tonë të mbrapa. Se na i hapmi, më janë të dheqa këto dokumentat që janë që kanë më votu. Këtu e kemi një fletore, e cila i ka të gjithë emrat e kandidatëve. Këto duhet kemi kujdes. Na këtu i kemi listat e kandidatëve që na do t'i zgjedhë. Kështu që, ashtu nuk po thoni pa tjetër zënë lulin apo Shqipen, jo keni drejtën e ju, po se unë nuk jam politikan, vështë më kallu se kush janë politikana, e këta dy na i kemi zgjedhë, se nuk janë rastisht këtu, po kam bo diçka për më ardhe këtu. Kështu që kandidat e tanë janë në listën numër 07. Kështu duket. Mirë po, është këtu edhe një farë lloj loje, që do të me di se qysh do të me votu. Dhe më honën, këtu janë krejt, janë 35 persona. Dhe na kemi drejt që të personin që i kemi konfund, për shembull Lozim Maliqi, me marë edhe me vendosë në vend diku tjetër kujtë kanalë. Kështu që kemi drejt vetëm një herë me vendosë Lozim Maliqi me një vend tjetër. Në mund e fshim ato që nuk e dojmë, edhe e shtim Lozimi. Kjo duhet me pas kujdes. Ju lutna këto mene ushtrona, nëse nuk dini mere pëtëne, telefonona neve edhe na ju tregojmë se si duhet me bo. Kjo është shumë e rëndësi, nëse këtu bëhet një gabim, atëherë këtë fleta është e pavlefshme. Kështu që, pasandej ne kemi edhe një faqen numër 25. Edhe faqen 25, për shembull, e kemi këtu Kreshnik Pecin, nëse dojmë këto me votu, atëherë marrë me Kreshnik Pecin, edhe e vendosmi në listën e 07. Anina Martini edhe Kreshnik Peci. Dhe monën, njëtë në njërë, se cili kandidat e ka një numër për para. Që të numër për para është me rëndësi, me regjistruar atë vendin atë në faqen tjetër, edhe plus emrin dhe mbiemrin. Dhe monën, na i kemi mundësi 2 persona me lëviz, prej, dhe monën, 2 persona më vetëm një herë, jo ma tepër. Kështu që nëse na vendosmi lulin 2 herë e shkrujmë, atëherë komplet fleta është e pavlefshme. Tu të kemi kujdes. Që kjo është krejt, na kemi edhe një faqe tjetër, dhe një fletë vogël, e cila e tregon që zonin që është këtu në fotografi për para. Dhe nëse na do me votu ato, atëherë vetëm me shkruajmë emrin edhe mbiemrin e saj. Barbara Schmidt Federer. Nëse dikush ka pyetje, lutna pyetni, nëse diçka nuk jeni të qartë,
e kemi nga personin këtu I cili neve në shpjegon me përvojën e tij dhe tashmë. Mos t'ju vinë pyetni, çfarë do pyetje edhe në shkof shumë elementare, shumë e thjeshtë, këto janë gabime, vetëm pi gabimeve fillestare, bëhet kjo fletë e pavlefshme. Jo pyetje të mëdha. Shumë gabime të vogla fillestare dhe kjo është e pavlefshme. Për atë arsye, na jemi këtu që të ndihmojmë juve edhe mos ta kemi këtë gabim. A ka dikush fa pyetje? Do më thonë është e qartë. Atëherë, ju lutna nëse kur vjen koha votimit, kemi kujdes, në këtë fletën duhet spaku 2 javë ditë para kohës ta dërgojmë me postë. Spaku 2 javë ditë që të jemi sigur që vota jonë do të numërohet me kohë. Këta duhet ta keni parasysh. Shofëndej, ky fëmia asnjëherë verstanden. Fast. Ja? Nein, was ich noch von meiner Seite sagen möchte, zuerst einmal Parlamentärit, herzlichen Dank für eure Unterstützung. Schon 2 Wörter, heute gelernt. Schon. Heute werde ich noch Albanisch lernen, ich sage es euch. Es freut mich wirklich, dass wir hier zusammen sind, dass wir die Unterstützung von euch haben. Wir profitieren von euch sehr viel, ihr seid motiviert, es macht sehr Spaß, mit euch zusammen zu arbeiten. Wenn ihr zum Wahlprozedere noch Fragen haben solltet, könnt ihr die mir oder Adrian Moser oder sonst einer CVP-Präsenz hier stellen. Wir sind gerne für euch hier. Unë e përma dishka, s'po thëmë që ti ose aje ka bo për në shpeshere që të votat e kësi kemi marri kemi gjuhë dikun. Me qëllim që nesra me I kry ose pas nesra masën e ndoshta dhe kemi harru. I lutna nëse të kush e ka gjuhë këta dhe së në gjenë, atëherë është mundësia me lypë të në komunë, edhe atje është numri I telefonit, edhe në basa e mbjemit edhe gjindet. Nuk është shanca e hukur, kështu që I lutna si qëkojnë dhe shpia, nëse dëni me kuj punën që është duhet për mbledhjes, këtu si qëkojnë dhe shpia, kënë që punë me njëherë. Pa tjetër. Këtu është rezultati I gjitha punëve, se na mujmë me bo organizime, mujmë I bojmë në gjitha, mira mo veprimi juj me vota është puna kryesore. Është shumë punë më e madhe që kjo I puna ju, se sa na që kojmë këtu. Kjo shqipja pa t'i hava, nëse na nuk japim vota. Nëse na bëjmë gabime, edhe kjo ka pa t'i hava. Faleminderit shumë. Guten Tag, auch ich möchte euch herzlich danken für die Gelegenheit, die wir erhalten haben, heute auch noch unsere Volksinitiative zu präsentieren, die wir euch gerne jetzt vorstellen werden. Grundsätzlich ist es so, wir haben jetzt eine Volksinitiative lanciert mit dem Ziel, an den Zürcher Schulen mehr Staatskunde anzubieten. Zurzeit ist es so, dass die Staatskunde in die Geschichte integriert ist, aber die einen Lehrer unterrichten das und die anderen nicht. Was haben wir festgestellt? Wir haben festgestellt, dass die Jungen kaum mehr wählen gehen. Wir haben eine sehr, sehr tiefe Wahlbeteiligung bei den Jungen. Wir stellen auch ein allgemeines Desinteresse bei den Jungen fest und wir wollen das nun ändern. Unsere Initiative fordert, dass wir bereits in den letzten 3 obligatorischen Schuljahren ein eigenständiges Fach haben für Staatskunde. Dass jeder Lehrer verpflichtet wird, Staatskunde zu unterrichten. Was ist das Ziel? Was wollen wir damit erreichen? Das Ziel ist es effektiv, dass die Jungen wieder mehr wählen gehen, dass die Jungen wieder am politischen Leben teilnehmen. Und für das braucht es eine politische Bildung. Man muss sich vorstellen, viele bei der SVP zum Beispiel fordern, dass die Jungen das zu Hause lernen. Aber es ist so, es sind nicht alle Familien, die in der Schweizer Passat auch mit der Politik aufgewachsen. Ich selber komme aus einer Familie, meine Mutter ist Brasilianerin und mein Vater war politisch nie sehr engagiert. Und ich habe das auch nicht auf den Weg gekriegt. Da war ich froh, als ich auch etwas Staatskunde im Unterricht hatte und erstmals mit der Politik in Kontakt kam. Das hat mich aktiviert, um auch in die Politik zu gehen. Und diese Gelegenheit wollen wir allen Jungen geben. Und deshalb fordern wir das. Nun, ihr habt alle auf eurem Tisch habt ihr solch einen Flyer. Das ist unser Initiativbogen. Ich bitte euch, uns zu unterstützen und dieses Formular auszufüllen. Wenn ihr es öffnet, auf der 3. Seite
findet ihr den Talon, um das auszufüllen. Es ist wichtig, wenn ihr das ausfüllt, dass es pro politische Gemeinde, das heißt pro Gemeinde, wo ihr wohnt, muss ein eigenständiges ausgefüllt werden. Es dürfen nicht zwei Personen unterschreiben auf einem Formular von zwei verschiedenen Gemeinden. Vielen Dank. Ich bedanke mich nochmals herzlich und wünsche einen ganz schönen Tag. Danke. Pra po vazhdojmë me grupin Vatra nga Byllahu, fëmijët do të vallëzojnë një mozaik vallësh. Kalofshi mirë.
Programm würde ich gerne Herr Philipp Guter, Präsident Kantonsratsfraktion CVP, zu uns noch zu kommen. Liebe Freunde, Faleminderit. Im Namen aller CVP-Vertreterinnen und Vertreter, die heute hier sind, vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die Freundschaft,
für den Austausch. Ihr unterstützt uns bei den Wahlen, wir unterstützen euch. Gemeinsam werden wir die Schweiz verändern. Danke vielmals, dass wir hier sein dürfen. Und ganz wichtig, ihr habt uns eingeladen, wir laden euch ein. Am Sonntag, 18. Oktober, zu den Wahlen, machen wir ein Fest. Bei uns auf der Geschäftsstelle Alfred-Escher-Straße 6 in Zürich-Enge. Dort feiern wir und wir feiern, so denke ich, ein gutes Ergebnis, einen Sieg. Ihr seid herzlich willkommen jetzt schon. Dankeschön. Në ndërkohë në ka edhe zonja Shukria Ramadani, drejtoreshe e Qendrës Kulturore në Zyri. Po ashtu ftojmë për një fjalë rasti edhe kryetarin e degës së LDK-s, Dr. Hakil Atik, të përshëndet të bindë. Sehr geschätzte und liebe CVP-Gäste, ich habe heute die Ehre und den Respekt, Sie im Namen der LDK Schweiz an unser albanisches Fest Dar Kalamas zu begrüßen zu dürfen. Demzufolge möchte ich mich besonders für das Engagement der CVP-Partei in der Schweiz sowie dem Präsident der CVP, Herr Christopher Barbalay, für das Engagement, das Vertrauen und die Zusammenarbeit gegenüber der kosovarischen Gemeinschaft in der Schweiz bedanken. Dieser ist der beste Weg für eine gelungene Integration der albanischen Bevölkerung in der Schweiz. Diese bezüglich auch für die Partnerschaft zwischen der LDK und CVP. Wir versprechen und garantieren, dass wir mit unseren Vereinsmitgliedern der Maximum geben werden für die erfolgsversprechende Stadtrats- und Nationalratswahlen der CVP. Somit möchte ich mich noch einmal herzlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. So wird die CVP viel Erfolg an der Nationalratswahlen am 18. Oktober 2015. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës zonja dhe zotrinj. Më lejoni t'ju përgëzoj dhe t'ju falenderoj Nikoqirin në ndegën e LDK-s në Zyri së bashku me ndegën e Partisë Shqiptare Demokraciane në Zvicër për organizimin e kësaj feste tradicionale për popullin shqiptar. Dita e falëndërimit apo siç njihet në popull Darka e Lamës është festë tradicionale e moshme që prekove të Dardanëve i lirë që ka bashkuar të gjithë njerëzit e Kosovës me njëri tjetrin dhe në të ardhmen e tyre. Presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova festën e ditës së falëndërimit Darkën e Lamës e kishte cilësuar si një festë tradicionale popullore dhe familjare të Kosovës dhe në vise tjera shqiptare. Kjo është një ditë sipas traditës shqiptare që mbledh të gjithë përreth sofrës të begatë dhe kur bëhemi bashkë me të dashurit tanë pas punëve të kryera të stinës. Të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, siç e dini, me 18 tetor mbahen zgjedhjet nacionale në Zvicër. Dhe në kuadër të këtyre zgjedhjeve, CVP po zhvillon fushatën e saj për këto zgjedhje. Kjo është një ngjarje e madhe për degën e LDK-s në Zvicër dhe për komunitetin shqiptar në veçanti, sepse kësaj here CVP dhe ekspertët më të mirë të saj, qytetarëve zviceranë i ofrojnë një program shumë të mirë që ka në qendër të vëmendjes familjen, mirëqenien, shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve zviceranë. Andaj, hapja dyrëve dhe dhënia e hapësirës që në këto zgjedhje të garojnë edhe shumë kandidatë me rrënjë shqiptare,
neve si komunitet që veprojmë dhe punojmë në Zvicër, në obligon dhe që të angazhomi dhe të përkrajmë ofertën programore të CFAP-s dhe të kandidatëve të saj. Përveç kësaj, ju e dini se së bashku kemi ofruar dhe shumë miq zvicranë, ku në takimet tona kanë marrë pjesë shumë personalitetet zvicrane, e bile dhe kanë përshëndetur edhe në gjuhën shqipe, siç është rasti dhe sot. Kuadër të kësaj është edhe pjesëmarrja në këtë aktivitet kulturor edhe funksionarëve të CFAP-s nga Qiriu, me të cilën i përshëndesim rastësisht. Gjithashtu ftoj të gjithë qytetarët e kantonit të Qiriu, veçanërisht antarësinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që të angazhohen maksimalisht që votën e tyre të orientojnë të kandidatët tanë që garojnë në këto zgjedhje nacionale me 18 tetor, duke votuar kandidatët tanë, kandidatët e CFAP-s, që për një sukses të përbashkët. Ju falenderoj edhe një herë, urime gjithë. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, ju falenderojmë për durimin e treguar. E tani erdhë radha darkës së lamës, kësaj darke të veçantë që ka rënjët qysh në Dardaninë e hershme. Verehrte Anwesende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt ist die Zeit gekommen, das Darkei Lamus zu genießen. Dieses Abendessen hat eine sehr alte Tradition, schon seit illyrischen Zeiten. Guten Appetit wünsche ich euch. Tani do të lexojmë edhe lutjen të cilën doktor Ibrahim Rugova ja ka kushtuar kësaj darke. Të faleminderit o Zot. Danke Gott për të mirat für das Gute, që na i fale das du uns geschenkt hast. Në tokën tonë Kosovë, Auf dem Boden des Kosovo, Dardaninë antike, das antike Dardanien. në këtë motë, In diesem Jahr, të lutemi o Zot, wir bitten Gott, të na falësh të mira, dass du uns noch mehr Gutes schenkst. edhe më shumë Auf dem Boden, në tokën tonë Kosovë, das antike Dardania. Dardaninë antike, Im nächsten Jahr, në tjetrin motë, Gott, o Zot. Faleminderit, ju po mirë. Thrasim grupin muzikor dhe të vazhdojmë me muzikën dhe ne do të hamë darkë nga pak. Mirdita, guten Tag. Mirdita. Ich begrüße Sie recht herzlich vom TV-Sender Zürich Blue. Wir haben einen Gast, Frau Barandu. Sie ist Präsidentin CVP Zürich und ich hätte gerne ein paar Interviews mit ihr gemacht. Gerne. Frau Barandun, sagen Sie uns, wie haben Sie heute den Tag gefunden? Der heutige Tag war für mich sehr interessant, sehr bereichernd. Ich habe ganz viele Sachen kennengelernt heute. Nicht zuletzt sehr gutes kosovarisches Essen. Schöne Volkstänze habe ich gesehen, aber ich denke, im Zentrum ist natürlich gestanden, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Nationalratswahlen vom Herbst. Und das Thema war natürlich, wie wir auch die kosovarischen Kandidaten, aber auch die restlichen CVP-Kandidaten möglichst gut unterstützt. Also die Organisation sozusagen ist es uns gelungen. In Zusammenarbeit haben wir es gut geschafft. He? Das ist immer so, wenn man gemeinsam Kräfte vereint, geht das sehr gut. Und es war sehr ein toller Anlass. Ich glaube, man müsste den gelegentlich auch wiederholen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Für uns war es auch sehr interessant, auf beide Seiten die Zusammenarbeit mit CVP, LDK. Wir sind sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass wir einfach vorwärts machen können. Mit Jugendlichen, auch die ältere Generation. Ich bedanke mich recht herzlich und ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich kommen durfte und ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern. Danke vielmals, hat mich gefreut. Merci. Ju përshëndes nga televisioni Zürich Blue. Kemi mosafirin Mark Baftiu. Do t'ja parashtroj do pyetje lidhje me shqiptarët në Zvicër dhe lidhje me CVP. Zotri Baftiu, a mundi të na tregoni se çka kanë përbashkët CVP dhe shqiptarët?
Spori përshëndes gjithë komunitetin shqiptar në Zvicër, përshëndes Radio Televizionin Syri Blu. Ju dëshiroj sukses gjithë kandidatëve shqiptar pa marrë parasysh prej cila parti politike vinë, sepse janë shqiptarë dhe tek e fundit nëse shqiptar duhet të jemi zërin ndërgjegjës evropiane. Është mirë që shqiptarët kandidojnë në CFOP. Në shumë arsye, arsyeja e parë është se vitin 1993, kur Ibrahim Rugova erdhi në parlamentin e Zvicrës, Flavio Koti atko ishte Bundesrat dhe tha ky është presidenti i shqiptarëve të Kosovës. Derisa shumë parti tjera politike pyetin kush është ky, tha ky është presidenti i Kosovës. Joseph Dice është një ndër politikanët më të njohur në Zvicër që vjen nga CFOP-ja dhe kontributi i tij në Kombet e Bashkuara për Kosovën nuk kontestohet. Do të thotë në vitet kur ishte kulmi i luftës në Kosovë, gjithmonë e mbështeste Kosovën, gjithmonë e mbështeste Ibrahim Rugovën dhe sistemin politik që funksiononte në atë kohë ashtu paralel. Pastaj e kemi zonën Ruth Metzler, apo për ndryshe si quhen do kohë nëna shqiptarëve. Kur filloi lufta, bërën një apel në Bundesrat dhe në Parlamentin zvicran. Tha ne jo që do t'i hapim shtëpitë azilëve për shqiptarët e Kosovës të ndjekur nga gjenocidi serb, por do t'i hapim shtëpia tona. Dhe si shembull, ta do t'ju tregojmë botës se ne jemi një vend human. Me mira shqiptarë erdhën në gjetën strehim gjatë luftës në Kosovë dhe sot janë pjesë e kësaj shoqërie. CFOP-ja dëshiron që ata shqiptarë që kanë vlera evropiane të integroj dhe jo t'i ghetizoj, jo t'i bllokoj dhe jo t'i llogarisë qytetarët dorës dytë. Çfarë cili kena na për 2016-ën? Cili jonë për 2016-ën është që SPAKU nga radhët e CFOP-s, një parti që është me vlera kristiane dhe është parti popullore, kemi SPAKU një kandidat shqiptar që tjetë zëri ynë në parlamentin zvicran. Kur them SPAKU një kandidat, dhe them me plot përgjegjësi sepse ka mundësi më shumë. Se sa do të jenë shqiptarë të organizuar dhe sa do të mbështesin shqiptarët varet prej vetën e shqiptarëve. Shansi është historik që në Bern kemi kandidat shqiptar, kemi edhe në qytete tjera, edhe në Solothurn dhe çdo kund tjetër. Mirë, por nëse mbështetja e shqiptarëve vjen për një parti e cila na ka mbështetur historikisht, me siguri se edhe zëri ynë do të jetë më i fuqishëm. Duhet ta them vetëm edhe një gjë, në aspektin ndërkombëtar, CVP është parti si motër me CDU-n e Angela Merkel dhe ÖFP në Austrisë, që është edhe ajo parti popullore që një ndër personalitetet më njohur të kësaj partie është Sebastian Kurz, ministri i punëve të jashtme. Që patëm edhe nderin para 2 javë ta kemi mysafir në Bern e kaluam një mbrëmje të jashtëzakonshme me të duke biseduar për problemin e Kosovës dhe si të zgjedhet dhe si të integrohen shqiptarët edhe në Austri, sikur në Zvicër. A mundit na tregoni se sa kandidat në me 18 dhjetor 2015, sa kandidate kemi shqiptar? Nga partitë të ndryshme politike në Zvicër janë diku mbi 28 kandidatë shqiptar. Karakteristikë e veçantë është se për herë të parë kemi kandidat edhe në SVP, një parti e djathtë. Kemi edhe në SPN, që është një parti socialiste me vlera sociale, që është edhe pjesë e internacionale socialiste. Mirë po, karakteristikë e veçantë ka qenë edhe, si themi, një mrekulli ka qenë CFOP-ja që ka marrë 14 kandidatë. Në radhët e CFOP-s janë 14 kandidatë nga gjitha trojet etnike shqiptare. Duke filluar nga Malësia mbi Shkodrës, nga Ulqini e kemi Anina Martinin, duke përfunduar në Karadak apo në Kumanov, ku kemi Shpëtim Xhemalin. Këto personalitete, këtë gjeografi shqiptarëve ka mundur vetëm CFOP, asnjë parti politike shqiptare deri më sot nuk i ka mbledhur gjitha trojet etnike të ketë as LDK, as PSHDK, asnjë parti politike në Kosovë apo në Shqipëri të ketë gjithë shqiptarët bashkë. CFOP-ja ka arritur që të ketë shqiptarë të Malit, Maqedonisë, Shqipërisë, të Kosovës në një listë. Ne falenderojmë nga zemra sepse ka bërë një hap historik. I kisha propozuar dhe politikës kosovare ta merr shembullin e CFOP-s, mos të ndanë dhe të krijojnë barriera mes komunitetit shqiptar pa marrë parasysh ku jeton. Ju falenderojmë që morët kohë për intervjuën në Syri Blu. Shumë suksese. Unë e falenderoj nga zemra Syri Blu, jo për intervistën që bën me mua, por për mbështetjen që po jep komunitetit shqiptar në Zvicër. Syri Blu është një shembull i shkëlqyeshëm se si bëhet dhe çka bëhet për shqiptarët. Do të ishte krenari për ne që shembullin e Syrit Blu ta ndjekin edhe shumë televizione tjera, por kjo nuk po ndodh. E falenderoj nga zemra Syri Blu, i dëshiroj suksese dhe dash Zoti që të bëhet një televizion gjithëkombëtar.